Rikonfirmimi i kryedemokratit Sali Berisha me referendum më 23 maj vlerësohet nga ekspertët politolog si një ngjarje negative në demokracinë e partive. Në një intervistë për MCNTV, drejtori i Akademisë së Studimeve Politike Erion Tase shpreh se rikonfirmimi pas një kundërshtar përballë është shembull jo i mirë demokratik, aq më tepër për një parti opozitare e cila duhet të jap frymën e hapjes. Është sigurisht një fenomen negativ që nuk jep frymën e dur sidomos për një parti që është në opozit, që kërkon të vinë pushtet edhe që duhet të jap një tjetër frymë hapje. Zoti Berisha për vetë historikun jetëgjatësinë në mënyrën se si u rikthye nga edhe me ato format e 8 janarit kur ishin edhe ngjarjet në këtë rast donte thjesht që të vazhdonte të votbesoj, të thoshte që un kam 37.000 mbështetës, sepse shpesh vjen ndryshime dhe sa është mbështetja e tij. Ne kuptuam që është një numër brenda antarësisë që e dëshiron të jetë ai drejtuesi i Partisë Demokratike, por ne si qytetarë të tjerë shqiptarët nuk fituan një drejtues opozite të vërtetë. Sipas Tases, në dekadën e fundit, demokracia brenda partive politike ka ardhur gjithnjë në rënje. Kjo ka bërë që nga njëra anë partitë të mos jenë të hapura për të rinjt, e arsimuar dhe me karrierë në sektore të ndryshëm, dhe po ashtu nga ana tjetër, profesionistët nuk nxiten të aderojnë në parti politike, kur shikojnë se nuk ekziston meritokracia. Ky fenomen sipas Tases sjell një rrezik të lartë që në të ardhmen të ketë politikan edhe më të paaftë se sa aktualisht. Ne rrezikojmë që të kemi politikan të rinj që nuk dëshirojnë të bëhen politikan, ose ata që do të bëhen do jenë ata që s'do jenë më të aftët. Edhe do të kemi edhe në rast se të kemi një rotacion të këtyre drejtuesve të partive kryesore, nuk do të vinë zëvendësuesit e tyre nuk do jenë më të zotë se ata, apo do jenë edhe më të këqij. Edhe kjo është besoj dëmi më i madh që mund t'i bëhet politikës. Dikush që duhet të jetë i arsimuar në universitete më të mira, deri dje ne kishim parti që përpiqeshin të rekrutonin, të përfshinin edhe të promovonin. Sot kjo rrugë është mbyllur. Sjellja e partive të vjetra sipas drejtorit të Akademisë së Studimeve Politike e orienton elektoratin drejt partive të reja, të cilat ndonë se shfaqin po ashtu kulturën e politikës së vjetër, kanë disa elementë të rinj që janë më atraktiv.